Gjalla, si je? Adnan vlla, ky popull ka luftu shumë. S'kem pas drejta, jemi konë kategorie 2 të njerëzve. Besën me Serbin, na nuk e preferujmë. Shqiptari kur të merr shkollën, e ka marrë topin edhe e ka marrë shtetin e vet. Dikush o konë me ekonomi, ka bo buk e arme, e pare, e ka majt ushtarin edhe djetarin. Dikush ka luftue me arme, e dikush luftën e ka zyrtarizue. Marrë rrezik o konaj që e ka marrë bukën e ka qunë mal, e ka në përpunkte, e arme, se aj si ka luftu në mal. Aj ka thonë si pej progës shtëpis nuk ki kush ka. Kush nuk e ka ditë, kush o konë Ibrahim Rugova, aty e ka mund me ditë. Vorrimi i tij nuk e din botë si ka ndodhur rasti si i Adem Jasharit. Asnjë pllom tokë të Kosovës nuk ka mund me qitë si Sola me gjak, shqiptarit. 2 fjalë për Albin Kurtin. 2 fjalë për Albin Kurtin. Baca i bish Alush Feka, Zotit ta dha shnetën e faleminderit shumë për këtë mikpritje e për këtë bashkëbisedim që e zhvilluam sot. Zoti trujt. Për këto dhe shumë të tjera, bashkë bisedojmë me plakun e urtë nga Uqa e Istogut, zotri i bish Alush Feka, këtë të shtunë në orën 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.